Përshëndetje, sot po përgatisim dhe një recetë të mrekullueshme me brum. Fillojmë recetën. Në një enë hedhim 250 ml ujë të ngrohtë, 3 lugë të çajit të vogla kryp, e përzim pak që krypa të fillojë të tritet, pastaj shtojmë mielën, gradualisht nga pak derisa të formohet brumi. Unë vazhdoj e përzi kështu derisa të formoj një brum të mirë. Brumin nuk duhet ta bëni shumë të fortë, por as edhe shumë të butë, pasi që brumin do e lojmë që të pushoj. Vazhdojmë kështu duke e përzi edhe duke formuar brumin për të përgatitur këtë recetë kaq të mirë dhe të shijshme. Pasi brumin e kemi gati, unë tash po e vendosi në tavolinën e punës, ku do e punoj brumin. Hedhim në fillim pak miell e pastaj e marrim brumin. Brumin do e ndaj në 7 pjesë të barabarta, ose do të formojmë nga ky brum 7 kuleç të vegjël. Vazhdojmë kështu, bëjmë ndarjen e brumit e pastaj formojmë koleçt. Kolaçin e parë kemi gati, edhe tash këtu anash po hedhim pak miell, pasi që koleçt do t'i laçë të pushojnë. Kështu pra vazhdojmë edhe me pjesët tjera, derisa të përfundojmë me 7 kuleçet. Pasi kemi gati kuleçat, unë gjithmonë mbi, për mos të venduar kore, ju hedhim miell mjaftueshëm. Pastaj do i mbuloj me kese ose nylon foli, edhe kështu i la me pushu 15 minuta, pastaj vazhdojmë edhe më lehtë bëjmë hapjen e pejtave. Kështu do i mbuloni mirë edhe nuk do vendojnë kore as pak, sado që ju do i leni që të pushojnë. Vazhdojmë tash edhe marrim një kulaç që ka pushuar mirë. Kështu më lehtë do ju shkojnë edhe pejtat, prandaj po i la kështu të pushojnë. Marrim kulaçin e parë. Tash brumi ka lshu mjaftueshëm mirë, vazhdojmë edhe bëjmë çeljen e kulaçit derisa të arrijë një masi të caktuar. Kështu vazhdojmë duke i hedhur miell edhe duke e të holluar çdo pejtë. Gjatë hapjes së pejtës, unë po i hedh edhe miell që mos na ngjitet. Në një masi të caktuar, jo edhe shumë të madhe, edhe pse mund ta shikoni që këtu në video duket që ka një masi shumë të madhe, por ju them se nuk është edhe aq e madhe sa që po duket, pasi që kamera është shumë afër. Pasi kemi përfunduar, tash kemi 200 gram margarin ose gjalp
60 ml vaj. Vazhdojmë edhe e spërkatim kështu mirë, e lyejmë secilën kore ose secilën petë. Pasi e kemi lyer, tash bëjmë palosjen e secilës petë kështu. Do ta lyejmë me gjalpin dhe vajin të cilin i kemi përzier bashk nga pak. Dhe ju them vërtet se kjo recetë ju bëhet shumë e mirë, ashtu qysh i ka përgatit gjyshja ime, ashtu do i përgatis dhe unë sot. Tash vazhdojmë edhe e palosim nga njëra anë, kështu. E pastaj bëjmë mbushjen. Mbushjen gjithmonë do e bëni sipas shijes suaj. Unë po e bëj me gjizë, pak shmand, vaj pak edhe kryp. Kjo është domethënë më e lehtë për ta konsumuar për fëmijët, gjithashtu mund t'i hedhni edhe pak spinaç nëse doni, por unë do e bëj kështu. Ju mund t'i mbushni edhe me mish, me djathë, si të doni. Palosim edhe nga ana tjetër. Pasi që e kemi gati, në mes pak gjalp, edhe tash e palosim kështu, pra në këtë formë. Është e njohur kjo forma e aligjinit, ndryshe kjo palosje, por shembull në vendin ku unë jetoj, më përpara gjyshja ime i thoshte boçe mantija, sepse kështu përpara i kanë mbështjell gratë rrobat nëpër boçe. Kështu i kanë lidh, i kanë palos edhe i kanë bajt në krah, sa mbaj mend unë tash. Nëse ka dikush që i kujtohet, mundet lirisht na shkruani në koment, na tregoni diçka nga ato kohra dhe sigurisht si i thonë në rajonin tuaj, pra kjo mënyrë e palosjes. Tash unë këtu po vazhdoj edhe më njëherë i lyj me gjalp ose me gjalpin dhe vajin, pra që i kemi bërë bashk, nuk i lam me vendukore, e pastaj vazhdojmë kështu nga 1 nga 2 i përgatisim edhe i lim të gjitha. Këtë lloj të gatimit unë e lyj me njëherë, pasi që nuk dua që të vendoj kore, pra thash. E pastaj kur i kemi gati të gjitha, do e fusim në furrë të paranxehur. Furra duhet të jetë e nxehur më parë, para se t'i shtimë i pjek. Prandaj e nxehni në temperaturë 220 gradë dhe kur do të arrijë temperaturën 220 gradë, atëherë i shtim edhe i pjekim. E pastaj parafërsisht do i pjekim për 20 minuta, besoj që do t'jetë kohë e mjaftueshme për këtë gatim. Vazhdojmë kështu. Tani edhe i vendosim në furrë 220 gradë për 20 minuta parafërsisht, por prap ju do i kontrolloni. Pasi që janë pjekur, tash i kemi gati edhe me njëherë unë e marr pak ujë të ftohtë edhe i spërkati, pasi që dua që këto të mbesin të buta edhe të mira. Edhe sidomos domethënë për pleç janë shumë të mira, është gatim që e kanë përgatit më përpara gjyshet tona, kur ka ardhur ndonjë mysafir, pra nuk kanë prit mysafir pa përgatit diçka të gatuar edhe të holluar kështu kaq mirë. Prandaj sot unë mendova që do ju pëlqen kjo recetë, edhe e përgatita. Do e mbulojmë kështu për 10 minuta që të zbutet pak. Edhe më lehtë, pra do e kemi edhe pastaj me e hangër. Vazhdojmë tash pas 10 minutave, e shikojmë se vërtet është gatim i mrekullueshëm. Shikon edhe vet edhe se sa e mirë që është bërë. Çelet fleta, është gatim që ja vlen ta provoni të gjithë ju. Kjo ishte receta që kisha përgatitur për ju sot. Shpresoj që ju ka pëlqyer dhe sigurisht pak ju kam kthy në kohë më mbrapa, kur i kanë përgatitur gjyshet tona, gatim vërtet tradicional shumë i shijshëm. Me receta të reja shihemi së shpejti. Kjo ishte e gjitha, deri në recetën tjetër, mirëmbëjtje.